30 i kije minimum për me i bo krejt, nuk mund është pa 5.000 euro me filluar. Unë jam i kënaqur me fara. Se da aty dikun 5-6 kg marrin me i marrë prej saj. Po, sigurisht. Gati, jënë çmimet e nalta të hibrideve të farnave, apo janë të përballueshme për juve si fermer? Nuk janë të lira, as pak mos çmime kanë shku edhe vetë si e dini, po prap se prap ja vlen. Zakonisht, për një sipërfaqe, hajde ta marrim për 30 ari, sa kilogram farna të shkon? Po, unë ju tregova, sa i përket serave i marr farat hibride, në fushë të hapur e bëj ndarjen e farave vetë. Disa kolege, disa thojnë që pse se nuk ka rendiment. Te unë e ka rendiment, nuk e di pse. Po arrin me marrë prodhim për një fidani gojat mirë me domate? Shumë arrin, unë jam i kënaqur me farat. Se da aty dikun 5-6 kg arrin me i marrë prej saj? Po, sigurisht. Për një fidani? Te unë nuk kanë dështu farnat kur. Kam bleu në farat që i blej hibride edhe domateve edhe të specit edhe. Plus i doj një pjesë farën vetë për fushë të hapur, 100% e kam birjen. E kanë birjen 100%, mirë po, për me pas kështë, po e cekim gjatë gjithë kohës që duhet me i najtën gati jënë çmimet e nalta të hibrideve të farnave, apo janë të përballueshme për juve si fermer? Nuk janë të lira, as pak mos çmime kanë shku edhe vetë si e dini, po prap se prap ja vlen. Zakonisht, për një sipërfaqe, hajde ta marrim për 30 ari, sa kilogram farna të shkon? Po, unë ju tregova, sa i përket serave i marr farat hibride, në fushë të hapur e bëj ndarjen e farave vetë. Disa kolege, disa thojnë që pse se nuk ka rendiment. Te unë e ka rendiment, nuk e di pse. I dalloj specin e loat, specin më i mirë që është, edhe e lo për fara ato, edhe ka mbirjen e mirë, edhe ka produkt, nuk kom pas problem kurrë. Normalisht. Po, është investim shumë i madh që duhet brenda një viti? Është bukur një investim, po pa investues mundesh me punu. A di pse po ta bëj këtë pyetje? Për shkak që krejt njerëzit cilët të paktën prej vitit 2026 ose 3 tash si puna jem, dojnë me fillu këtë biznes. Ekziston një tavan, e thomën gjithmonë, në cilën është gjithmonë e mirë ata që mirën me këtë kultivim, ju thona diçka nër këtë shumë, as mos pretendoni me e fillu, sepse doni investim. Është industri që kërkon fillimisht investim të madh, e mandeti e nxjerr produktin. Po shiqo, në cilën shumë ju kishte thonë ti mos i hyni kësaj. Qoftë flasin për 10, qoftë për 30 ari. Kam disa kolegë që ja ka filluar si i ri, më ka vetë çka më bëu. I kom thonë mos hin sipërfaqe të mëdha. Në fillim, merreni sipërfaqe më të vogël. Sa zakonisht i doni investim për çdo vit 30 ari? 30 ari për çdo vit tash më varet te sistemi. Dikush e përdor e merr një sistem më të shtrejtë në fillim, mundesh me përdor me vite. Po nëse merr asaj që i përdoret është veç për një vit, atëherë ty të bën me investuar çdo vit. Mirë, flasim për sistemin e ujitjes, për farnat, për plehun, për minajt gati gjatë krejt vitit. Ndonjëherë duhen edhe pesticidet, çka do që ti duhet tokë, sistemi i ujitjes e gjithçka tjetër, sa kërkon investim 30 ari për një vit? Po 30 ari i kije minimum për me i bo krejt, nuk mund është pa 5.000 euro me filluar.